Në shkollën teknologjike Hysen Çela është zhvilluar gjatë kësaj jave veprimtaria promovuese e dyerve të hapura. Në këtë veprimtari doli në pas se kombinimi i orëve të teorisë dhe praktikës nëpër biznese i jep mundësinë nxënësve që ndjekin arsimin profesional të integrohen sa më shpejt dhe sa më mirë në tregun e punës. Drejtoresha e shkollës Blerina Dervishi thekson se për shkak të kualifikimit profesional, rreth 90% e nxënësve janë të punësuar me kohë të plotë dhe të mesme pranë bizneseve. Shkolla jonë ofron 5 drejtime: hoteleri, turizëm, teknologji ushqimore, ekonomik, tekstil, konfeksion dhe detari. Të gjitha degët janë shumë të rëndësishme dhe diçka mjaft e mirë që ka ecur edhe gjatë 2 viteve të fundit është edhe futja e sistemit dual. Pra nxënësit përveç se mësimit në shkollë, zhvillojnë edhe 3 ditë praktike në biznese. Për nxënësit aktual të shkollës teknologjike, ndjekja e saj është një nga zgjedhjet më të mira që kanë bërë për të qenë profesionistë të ardhshëm. Duke pasur pasion për kuzhinë, teknologjia ushqimore të ndihmon më shumë të mësosh dhe recetat, edhe praktika të ndihmon goxha më shumë se sa degët e tjera, për mendimin tim. Unë për momentin jam kuzhinier dhe jam pizzaiol tek Diama Resort, Spa Golem Durrës. Ka shumë mundësi që rritet me grad. Shkon nga marinar i gradës 3 që sa marron vitin e 4 këtu, shkon nga marinar i gradës së 3, edhe rritesh në të dy, bëhesh oficer, mund të punosh mekanik, mund të punosh çfarëdo lloj pune në port, edhe është shumë i suksesshëm. Zgjo sepse më pëlqente si deg dhe doja sa më mirë në një shkollë profesionale, që në fund marrim një dëftesë të vazhdoj shkollë më të lartë. Kesi Aslani është një nga nxënësit që dikur ka studiuar pranë kësaj shkolle dhe njohuritë e marrë aty i ka përdorur për të plotësuar formimin profesional me studimet e larta dhe hapjen e një biznesi të suksesshëm. Për të, shkolla teknologjike e Durrësit është një mundësi mjaft e mirë për bizneset lokale që të plotësojnë stafet e tyre me zanatçi të aftë. Njohuritë që unë mora tek shkolla Hysen Çela ishin mjaftueshëm shumë të mira për unë për të vazhduar shkollën e lartë, po në këtë profesion vazhdaria, analogjia, analizë dhe ushqimeve, ishte gjëja më kryesore ose gjëja bazë që më dhanë këtë drejtim për të vazhduar në këtë biznes. Aktualisht unë jam administratori i Aslanit. Ne operojmë shumë mirë në tregun shqiptar dhe kjo shkollë na ka bërë që të jemi sot në këtë lloj tregu ushqimor. Shkolla Hysen Çela është një që mund të japin drejtimin më të mirë orientimit të një fëmije që nesër pas nesër të kalojë në jetë me një profesion të saktë. Edhe kjo shkollë e bën që të jetë më i kualifikuar në treg, e bën që të jetë profesionist, e bën që të jetë dinjitoz në treg. Nesër pas nesër nëse do jetë sipërmarrës një biznesi ose nëse do jetë një profesionist shumë i mirë tek një biznes. Sot në shkollën teknologjike Hysen Çela mësojnë dhe kualifikohen rreth 850 nxënës në 5 drejtime profesionale.